Çmime të paqëndrueshme dhe perime që nuk arrin të shiten brenda ditës është panorama aktuale në tregun e shumicës së frutaperimeve në Lushnjë. Fermerët që ankohen për çmimet nën kosto dhe tregtarët që mundohen të blejnë lirë janë çdo ditë në konkurrencë mes tyre. Prodhuesit e domateve dhe specave pohojnë se pavarësisht cilësisë, çmimi është nën kosto. Aktualisht, 1 kilogram domate shitet me shumicë 60 deri në 80 lekë kilogrami, speca me 30 lekë deri në 120 lekë kilogrami, ndërsa kastraveci me 40 lekë kilogrami. Të pakënaqur nga çmimet, fermerët prodhues pohojnë se konkurrohen nga domatet e importuara nga Turqia dhe Greqia, të cilat shiten më lirë se prodhimi vendas. Ja sot. Domatin sot, unë sot e kam lëmë 600 lekë. Kurse dije par dije ka qenë 800-900. Për 2 ditë të vive 600 lekë ose 500 lekë. Nuk di çfarë bëhet. Është çmimi i leverditshëm për ty? Nuk është shumë i leverditshëm. Se kemi shumë shpenzime. Çdo gjë kemi shpenzime të mëdha. Çfarë çmimi do ta justifikonte koston tuaj? Po pakën të ishte 700 lekë. Normal. Triangulli shitër sot me 400 lekë. Me 305 lekë, 400 lekë, deri në shumë maksimum me triangulli 500 lekë. Tani nuk ja vlen për të kosta që shesim neve, se neve harxojmë shumë. Harxojmë fuqi punëtore, harxojmë që hedhim këtyre serave të këtë janë çik çmime të larta. Me ato dhe neve nuk na del kosta. Por ne të mundojmë. Mbjetojmë. Vetëm për kaq e bëjmë. Çmimet e perimeve të stinës sipas fermerëve ose janë nën kosto ose janë të barabartë me to. Për prodhuesin e rëndësishëm është të arrijnë të shesin të gjithë produktin, në të kundërt, malli hidhet në plehra.